Me synim promovimin e vlerave dhe traditës së qytetarisë korçare është çelur për ardashësit ekspozita me temë Telat e dashurisë, ku publiku ka pasur mundësinë të shohë kitarat dhe mandolinat sipas viteve. Kjo ekspozitë e kujtimeve nostalgjike është hapur në dyqanin e Platon Bubuqit në pazarin e vjetër të Korçës, ku janë ekspozuar kitarat e vjetra të Ilia Vinjaut, Gjergji Peleshit, Furxhinjve, Suljotëve, Vangjosh Tushit, Naum të Rovës e shumë të tjerëve, të cilët e ngritën serenatën e qoshkave në art. Kjo ekspozitë që çelet sot mban kitarat dhe mandolinat e familjeve të cilat e kanë kënduar serenatën dhe e kanë mbërsill atë brez pas brezi. Këtu flas jo vetëm për ata që kanë qenë profesionistë të muzikës, por dihet në Korçë edhe ai që punonte mësues ose kishte një profesion tjetër, ishte pamundur të mos këndonte dhe mos kishte një kitarë në shtëpi. Kështu që kemi filluar nga këta që janë, si thuash, muzat e brezit që vinë. Kjo mbrëmje, e cila nisi me ekspozitën e kujtimeve nostalgjike, ka sjell emocione të forta dhe rrëfime të trashëgimisë sonë kulturore. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Pak nga të gjitha. Kështu e kemi menduar ta fillojmë sonte këtë puntat të dytë në këtë sezon të ri, me një nga ekspozitat më të bukura në fakt që ditët e fundit ka shoqëruar të gjithë, jo vetëm qytetarët e Korçës, por për të gjithë turistët që kanë vendosur t'i bashkohen dhe të ndjeken nga afër edicionin e dytë të festivalit të serenatave. Një festival i cili bëri bashk artistë që e duan serenatën. Një festival që u kurua me shumë kujdes nga kompozitori mjeshtri i madh, profesor doktor Josif Minga, i cili do të ndaj sot me ne jo vetëm këtë punë që nuk e ka bërë vetëm, por natyrisht edhe me kolegët e tij. Do të flasim për orkestrimin e këngëve, për zgjedhjen e tyre, të artistëve, por jo vetëm. Profesor Josif Minga vjen për herë të parë në Pak nga të gjitha, por jo për herë të parë në ekranin tonë. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjithë. Është e kënaqësi për mua kur ju vini pas një pune të lodhshme, po që pati një sukses. Unë mendoj që ka qenë një festival i suksesshëm, jo vetëm si qytetare, po besoj edhe gjithë ata që na ndjekin dhe që kanë shijuar në 3 net ato këngë të bukura që janë rikthyer me shumë kujdes. Si është bërë në fakt për zgjedhja e këtyre këngëve? Në fakt, kjo ka të bëjë me qytetarinë korçare. Edhe një nga, si thuash, një nga ato meritot e këtij qyteti, padyshim është dhe lidhja e hershme që ka pasur me muzikë. Tashti, mënyra se si organizua, kuptohet që ishte një ekip i gjithi që i ram mendimet dhe gjetim një të përbashkët që të jetonin në të njëjtin kohë disa, jo vetëm një aktivitet, po i shoqëruar ashtu siç thatë juve me ekspozitën që u ballafaquar me disa instrumenta që, si thua, kanë historinë e tyre me ata bartësit e muzikës dhe më pastaj me atë këngët e rrugicave që, domethënë, përsëri kishte një shije tjetër, sepse si thua e lëshonte në ajër në erë pikërisht atë lloj muzike të cilën, si thua, qyteti tonë e ka ndjerë që në fillim të shekullit të 20. Ndërsa për koncertin e fundit që lidhet me, si thuash, me natyrën profesioniste, unë e kam pasur gjithë një ëndër, bile madje e kam filluar që në vitin 88 me Afrodita Zonjë që kam bërë këngë të qytetit tim, që në atë kohë ende ishim pak të kufizuar në organizim edhe sepse duheshe tematika e tjera, megjithatë e kam pasur gjithë një synimin për të risjell, sepse risjellja është një kujtesë e përbashkët. Është një dëshirë e përbashkët. Nuk duhet të flenë, sepse amortizohen. Kjo nuk është bibliotekë që ta marrësh ta nxjerrësh librin. Kjo është një kujtesë e vetë jetës qytetare. Edhe shembujt i kemi nga bota, sepse po them që janë kompozitorë të mëdhenj që fjala vjen James Lasti i solli Beethoveni, Mozarti, Chopinin i solli në një mënyrë të re, pa u prishur melodinë, duke i sjell tamam një shekull e gjysmë më pas. Dhe këto të dëshirën unë e kam pasur, sepse më ka rënë rasti që gjatë specializimeve të shikoj spektakle të cilët
mbureshin me atë që kishin kaluar. Kështu që nga kjo pikpamje unë nisa që, domethënë, duke futur zera më cilësor, të risjellim ato element të bukur serenatës. Dhe fjala vjen, ajo që më kënaqi më shumë nga të gjitha, ishte kjo nga Trëndafili që ka pas kënduar Gjergji Peleshi me dy vëllezër Prifti, më fal. Dhe që me të vërtet, domethënë, ardhi tamam si një performancë shumë e afërt dhe shumë moderne, sepse ata I dhanë tjetër element, e solli me tjetër frymë, të njëjtën gjë, por, domethënë, emocionalisht e lartësuan shumë. Kështu ndodhi edhe me disa të tjerë, po flas për Elin, e cila, si të thua, tash është një titullare në këtë lloj muzike, po për Ermira Kolën, për Bledi Polenën, që është një djalë shumë I talentuar dhe po e ngjet shumë bukur, domethënë, atë ritin e kemi rikthimin e Mimoza Paravelit. Po, Mimoza Paravelli, ajo Ermira Kola, dhe risi e kishim këtë radhë dhe Frederik Nocin, sepse unë e kam pasur koleg prej kohësh, por e dinja që ka një lloj melodie ta përafërt me natyrën tonë, edhe ai me qef e pranoi atë, kështu që edhe ai solli një formë tjetër performanca që, si thuash, krijoi një buqet gati shumë të ndryshme, se ndryshe ishin vëllezërit, ndryshe ishte Eli, ndryshe ishte Bledi, ndryshe ishte Ermira, ndryshe ishte edhe Frederiku. Pra, të tëra këto elementi ishin në favor të asaj melodike që na ka shoqëruar prej kohësh, por me një fuqi skenike, sepse duke u shoqëruar me orkestrën simfonike, vetvetiu me një trajtesë shumë të plotë. Unë po e them vetëm një fakt. Ne dëgjojmë për shumë fjala vjen në koncertin e vitit të ri që organizohet në Vjenë. E tërë muzika e Straussve është bërë vetëm me kuartete dhe kuintete. Sot ajo është lartësuar falë të profesionalizmit që është hedhur në orkestrën e madhe simfonike. Edhe ty duket sikur ato që dëgjojmë në sot janë krijuar që atëre. Jo, janë krijuar që atëre, po janë lartësuar në ditët e sotme. Profesor, duhet ndalim në dy momente. Fillimisht me që se jemi të këngëtarët, përmendëm disa prej tyre, por shumë interesante se si në qytet që të rikthen pas në kohë, janë këto grupet e vogla që bëhen bashk e që këndojnë serenatat. Si themi ato bandat e vogla muzikore që mbajnë gjallë serenatën, jo vetëm në festivale dhe në eventet kësaj natyre, po dhe në fundjavë ku bëjnë bashk qytetarët, po edhe turistë. Edhe këta janë bashkuar edicionit të dytë. Edhe këta rrjedhin nga një model, sepse nga vitet 30-40 kanë qenë paret e familjeve. Po flasë për familjet Bimbli, familjet Suljoti, familjet Lalazi, familjet Thedorika Pipa, familjet Thanas Kondili, do të kanë qenë shumë pare, të cilat, si thuash, modele, pavarësisht që ishin në përmhallat të ndryshme, sot këta kanë formësuar të tilla grupe, si thuash që, do të thënë, japin kënaqësinë edhe në klub, edhe në evente familjare, të gëzueshme etj. Pra, kanë dhe këta një prejardhje nga e kaluara, sepse I thash, kanë qenë shumë pare, të cilat në Korçë, si thuash, mbushnin tër kodrën e qytetit. Dhe kjo ishte edhe një element, si thuash, që bashkoi shumë të talentuar që, si thuash, janë okupuar në për klubën, në për evente, në për natyrat, që tek e fundit që na bën një shërbim, sepse na bën një shërbim, nuk është vetëm fjalë në kuptimin e një kënaqësie, e një kushdo që vjen, nuk vjen pa diskutim që është shërbim I serenatës. Ushqimi është kudo. E kuptoj. Argëtimi nuk është një lloj. E vërtet. Dhe momenti tjetër është ndryshe nga vitet e kaluara, ose mënyrën se si janë konceptuar festivalet e serenatave, hapësira e zgjedhur për ta realizuar festivalin e serenatave ka qenë dhe mjediset edhe tek pazari I vjetër, edhe pranë liceut. Po. Janë zgjedhur, si është bërë përzgjedhja e mjediseve? Se kudo në Korçë, çdo rrugicë mund të këndosh. Gjitha kjo, domethënë, kemi zgjedhur ato më pikante, sepse dihet që
tër pjesa që lidh Shëndëllin, e tëra ka qenë me pare, që nga Vinjaue, që nga Kondilët, se cila si thuash kishte Ligoraqano e të tjerë, pra është një gamë kaq e madhe që më vjen keq që nuk i përmend dot të gjithë, sepse thash është një armatë e tërë që dhe si thuash këta u bashkëtuan në një kohë, sigurisht që ju jepet mundësia dhe tjera. Por thash që këta sillen një kënaqësi të veçantë, sepse kudo ka ushqim, kudo ka pije, por argëtimi është tjetër gjë. Profesor, përmendëm pak më parë këngën Trëndafili, po a ka pasur dhe këngë të tjera të cilat deri diku i kishte mbuluar, në thonjë sa pluri aresës, që u zbuluan dhe u ripunuan? Bile ka akoma më shumë, sepse thash që ka akoma më shumë. Se duke ndonjëherë sikur gjitha i kemi konsumuar, i dëgjojmë, i këndojmë. Shiko, ajo e gjithë historia e krijimeve përgjithsisht e natyrës të këngës korçare ka disa dimensione, sepse ka disa tematika, që është brenda dhe kori karakteristikë dhe ka, ne kemi pasur që me krijuesit e parë, domethënë, flas që domethënë ka krijuar materiale të tilla që kanë ardhur kohë pas kohë edhe me profesionistë, domethënë, sepse janë lidhur në mënyrë të tillë, po flas që nga banda liria, që domethënë filluan ardhën si dhe dikush, sikur dikush ishte në emigracion për këtë. Si është e mundi që Tefta Tashko, domethënë, në mes të Parisit këndonte Omoj Korçare. Dhe Sylarushe dhe kur më vjen Burigasna, domethënë, ishte një tematikë që ardhi që nga Thomanasi, në Profesor Konoja, në mjeshtrat të tjerë, në Pavlo Sholna, në Agim Prodani, në Abasajro, në të tjerë që e nganë këtë Ilja Vinjau, ky Mjallaq Andrea, Nonda Kajno, të tjerë, domethënë është një sasi shumë e madhe që domethënë për mendimin tim na duhet që t'i rikthejmë, sepse thash, edhe unë fjala vjen në albumin e parë të Elit, i kam zgjedhur 2-3 materiale, siç ishte ajo që këndoj me Frederikun. Atë kam pas bërë me Elin me gjithë koncertushën dhe e riktheva me Frederikun, por në fakt e kisha pasur me Ardit Gjebren. Pra, domethënë, duke futur... Ka lindur nevoja e rikthimit të serenatave për të mos u... Ato elementet të cilët edhe sot mbijetojnë, janë shumë interesante. Për shumë, janë shumë këngët, një nga ato janë disa për e tyre, kur vjen fjala që do më thënë edhe sot e kësaj dite i kujtoj me nostalgji, në një jetë anës për shembull. Ajo është romancë. Vajzë pse rrie lmuar, është gati romancë, një lloj si do më thënë, janë shumë të bukura, tipa arioze që dhe të çuditin, pra perdi vera e Thomanasit, ose o bojti me sytë e zinj, ose përëndesh e bukuris, ose e profesor Konës s'kam që dua pasurin, do më thënë, janë ca këngët të cilat... Po gjitha ne i emërtojmë si serenata. Të gjitha janë serenata, për ne. Për mua nuk është vetëm termi serenata. Sepse, profesor, çfarë e bën të dallueshme? Kjo, mbase ka një efekt publicistik, por aty është e shtrirë e tërë kënga korçare. Me të gjithë tematikat e saj, sentimentale, lirike, humoristike, problematike, do më të dashurore, linja të haruara, divorce, të ndara, elemente, po, ka shumë, do më thënë, madje është një sasi e madhe për mbajtjesh, që era erës, do më thënë, të befason me larmin, me tematikën e saj. Kështu që ajo merr pasaj një kuptim në kuptimin e serenat, se serenat duke kemi shpikur ne, është që nga Portugalia, Spanja, Italia, deri në Korfus që ardhi, e tjera. Por kjo është një erë dhe ka nevojë për një si thuash, një titull ashtu, sepse këtu është frymon pikërisht e tëra kënga korçare në përgjithësi. Dhe rikthimi i këtyre festivaleve, profesor, duket që na bën ne si qytetarët mendojmë që tashmë nuk është më koha të themi që ne po mbajmë serenatën gjallë. Serenata ekziston, por a ndoshta ka ardhur momenti që kjo serenata jon, për cilën ne punojmë fort, ta kthejmë në një institucion?
ky lloj pretendimi është shumë i nevojshëm, po këtë duhet ta kuptojnë më parë organizatorët dhe politikanët. Sepse qëllimi i këtyre aktiviteteve është që të lartësoj njerëzit me vendin kurin, të identifikoj pikërisht vlerat, se nuk është vetëm parfumi që shitet, po është ky aspekt shpirtëror që do më thënë na ka mbajtur. Ne nuk pushojnë së marri vetëm nga migracioni. Vetëm nga migracioni kush e disa, do më thënë, vetëm për këto 2-3 ditë kanë qenë tëra ato telefonata e kështu. Pse? Se si thuash, ju sjell është një ushqim shpirtëror i nevojshëm. Dhe në këtë kuptim, për mendimin tim, ja u thashe edhe në takimi kur, është mira që edhe materialisht të ushqehet, sepse në një farë mënyre organizimi përfaqëson një qytet. Nuk është përfaqësohet unë ose dikush tjetër, ose këto grupe. Përfaqëson derisa ka etiketën e një qyteti, do më tepër vëmendje. Profesor, unë kam patur mundësinë që gjatë përvojës time të gjatë të njoh edhe në zonat rrotull Korçës njerëz të cilët interpretojnë dhe pretendojnë ndonjëherë që serenatat kanë edhe ndryshimet e veta brenda llojit. Pra brenda llojit serenata ka diku ruhet më origjinale, diku ka elemente të shtuara, diku të paksuara. A ka ardhur koha që të studiohet brenda serenata për të kuptuar atë që vjen nga origjinali? Po të jap shembullin e serenatave ku këndohet në zonën e Polenës, për shembull. Nuk është vetëm Polena. Ka dhe zona të tjera. Është Hoçishti, është Zëmblaku, janë disa progri, janë disa fshatra që Drenova, Bobështica, që të mos i përmend gjitha. Kjo është e një klim. Kur është një klim artistike, vetë ashtu si që mund të flasim për teatrin më shumë. Pse do peshet faqe ati, ose ati, onë në qistën. Por, ishte një klim e cila ju jepte mundësi të të faqeni, si të thuash, afimitetet e tyre në muzikë. Dhe, shpesher, kjo vinte edhe në llojshmëri, po vinte edhe në imazh, sepse dikush e mendon të ndryshe, Për shembull, Hoçishti e ka pasur shumë më emocionuese. Bile kishte disa grupe. Progre ka pasur ndryshe. Kjo Drenova e ka pasur ndryshe. Polena e ka pasur ndryshe. Por të gjitha, si thuash, krijonin një mozaik. Pa patur atë idenë e konkurrencës. Kjo është një bashkëjetesë që do më thënë e ndjen të nevojshme, se ato nuk bëhen me urdhërdite. Janë element shpirtëror që në fundit kur mblidhen thash do pinë një gotë, do këndojnë. Nuk është atje. Është puna që shfaqin, zbrazin shpirtin e tyre dhe e kthejnë në kënaqësinë. Unë e përmenda në fakt të profesor edhe për kuptuar që dhe në këto zonat rurale ndoshta ka ardhur koha që të zgjojmë pak të rinj të tyre për të mbajtur gjallë edhe këto tradita në këto zonat vogla, të cilat po t'i bashkosh krijojnë atë mozaikun e madh të kulturës të gjithë Korçës. Po, është mëse e domosdoshme. Kjo është prap një element që na nxit, që na detyron në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk mbahet ajo radio vetëm në stacionet huaja, në kuptimin e mirë, sepse kur do takohet për një fejesë, për një aktivitet, për një ditëlindje, për një dasëm, nuk ka për të kënduar Let It Be, ka për të kënduar pikërisht këto. Ato mund t'i këndosh dhe ashtu kanë vendin e tyre, sepse janë asetet ndërkombëtare. Por, kur vjen fjala, unë e varej shpesh, do më thënë, në një natë, i dëgjoj të thirrura, të kënduara, shpërthime, do më thënë, sepse kështu që është mëse e nevojshme që edhe atje në jetën rurale mund t'jenë të pranishme këto elemente. I arriti pritshmëritë festivali për këtë vit? Unë mendoj që i arriti. Mua vetëm një gjë më shqetëson, domethënë për natën e fundit, që se marrë shkas nga këto koncertet
që bëhen në përgjithësi në botë dhe sidomos në Itali që kufizohen pak. Se duke qenë shumë e hapur, domethënë jo vetëm pjesa ballore atje, po duke u kufizuar dhe më shumë do të jetë akoma më bukur, domethënë, se si thuash e mbleth, se ka një shpërndarje një çik, jo vetëm të fonis, po dhe të materialeve. Besoj dhe vitin e ardhshëm do të ketë vazhdimsi. Tash shpresojmë, gjithnjë ajo ëndra duhet të përkthehet në realitet, kështu që shpresojmë. Duhet të vazhdoj. Kështu themi. Do të na bashkohet në këtë bisedë muzikologja e njohur Mikaela Minga, do të vazhdojmë të flasim për serenatat, natyrisht duke ju referuar edhe edicionit të dytë të këtij festivali që është rikthyer në rrugicat e qytetit të Korçës. Mikaela, mirëmbrëma, mirë se erdhe në ekranin ton. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Faleminderit që gjete kohën dhe na u bashkove. Në fakt, në Korçë sapo është mbyllur edicioni i dytë i festivalit të serenatave, një rikthim i cili duke se ka sjell edhe ka shkundur nga Pluri Aresës edhe disa këngë që profesori Josifi me shumë kujdes i ka përpunuar. Mikaela, sa kemi mundur ne ta ruajmë të paprekur serenatën sipas mendimit tënd në çerek shekullin e fundit? Shiko, në mendimin tim asgjë nuk ruhet dot e paprekur, sepse duke nisur nga ne të parët, jemi vazhdimisht në mënyrë konstante pjesë e ndryshimit. Kështu që edhe gjërat që na rrethojnë, gjërat me të cilat komunikojmë nuk mund të qëndrojnë të paprekura. Edhe kënga korçare, jo vetëm serenata, ka pësuar ndryshime, sidomos sa i takon edhe pjesës turistifikimit që ka pasur qyteti këto vitet e fundit, kështu që edhe ajo ka bërë disa ndryshime në këtë drejtim. Në studimet që ju keni bërë, në fakt për serenatën, Abbas Hajro dhe që mendohet që është një kompozitorët e parë, po edhe autori shumë teksteve, Aleko Skali, le themi janë dy nga shtyllat kryesore të shumë këngëve të serenatave. Në fakt, kemi ne autor të tjerë, vargjesh, po edhe kompozitor të tjerë që kanë mundur të sjellin ndër vite serenata e që ju i keni thyer në objekt studimi? Padyshim që ka pasur autor, domethënë çdo brez ka sjell protagonistët e vet. Abbas Hajro dhe Aleko Skali për shembull kanë qenë protagonistët e viteve 60, siç ka qenë edhe Spanja Pipa, një pjesë e këtij grupi. Por kënga korçare ka filluar të lëvrohet qysh herët dhe domethënë nga po themi autorët më të hershëm është Thomanasi, i cili ka krijuar që është në vitet 20. Pastaj ka vazhduar domethënë edhe me krijues të tjerë, në disa raste kanë mbetur anonim, në disa raste korçarët ja atribuojnë këngë të caktuara njerëzve të caktuar, kështu që unë jam përpjekur gjithmonë që në rastet kur ka mundur të gjej burimin, pra autorsinë ta vendos si formë atribuimi, në mënyrë që edhe nëse dikush pastaj mund të ketë, po themi, vërejtje, të mund të jetë diçka që si thua rregullohet, por autorët kanë qenë të vazhdueshëm dhe të spikatur në bazë të brezave. Mikaela, duke sikur serenata ka një mision në vetvete, emancipimin shoqëror, shpirtëror, mendoni që tashmë ky cikël është mbyllur? Po, shikon, nuk mund ta them një gjë të tillë, domethënë për sa kohë ka njerëz që vazhdojnë të interpretojnë këngën korçare, për sa kohë ka njerëz që duan ta dëgjojnë, mendoj që ajo e ka ekziston funksioni i saj, mund të jetë funksion për t'u argëtuar, mund të jetë funksion për të qenë bashkë dhe për të ndjerë pjesë e një komuniteti. Në disa raste mund të jetë një funksion emancipimi në varësi të situatave, domethënë, kështu që
është gjithmonë në varësi të momenteve të ndryshme. Kemi këngën korçare, e cila është pjesë e, po themi, jetës sonë të përditshme, jetës sonë të festave, ditëlindjeve, dasmave. Kemi këngën korçare që ngjitet në skenë me protagonistë siç janë për shembull Kori Lira, siç janë këngëtarë të ndryshëm që edhe e kanë çuar këngën e qytetit përtej Korçës. Sepse siç e dim, këngët korçare këndohen thuajse në gjitha po themi skenat e Shqipërisë, por edhe në ambientet më familjare apo më private, ato këndohen gjithmonë me shumë dashuri, domethënë. Ju keni studiuar për disa vite me radhë për serenatën. Çfarë roli ka luajtur serenata në zhvillimin e jetës shoqërore të Korçës, të qytetit, të qytetarëve? Shkon, kam studiuar, si thua, jo vetëm serenatën, sepse për mua serenata është vetëm një pjesë e këngës korçare. Kënga korçare ka disa kontekste ku është praktikuar, ka qenë siç thash pjesa e melodive të rrugës, të dedikuara një vajze, si në formë, po themi, dashurie. Pastaj ka edhe këngë të cilat janë këngë tavoline, mes një grupi shoqërie të caktuar. Pastaj kemi këngë të cilat janë interpretuar edhe në formë private për të mos i marrë vesh kush nga artistë të mirënjohur të skenës. Për shembull, ne e dim shumë mirë që këngë të cilat Spanja Pipa i ka kënduar në fillim të viteve 90, në fakt janë krijuar në vitet 60, pikërisht nga ai grupi i përveçëm i teatrit të Korçës ku bënte pjesa Bas Ajro, Aleko Skali dhe shumë të tjerë, të cilët e dinin shumë mirë që këto këngë dashurie nuk mund të këndoheshin në skenë, pra nuk mund të bëheshin publike dhe këta i shkruanin për veten e tyre, kështu që kjo është një përmas tjetër, domethënë, po këtë nuk mund ta quash serenat. Pra janë shumë dimensione të këngës korçare dhe serenata është vetëm për mendimin tim njëra prej tyre. Prandaj dhe unë vazhdimisht i referohem me termin këngë korçare. Pastaj ke Korin Lira, i cili ka lëvruar një repertor i cili vjen qysh nga fundi i shekullit 19 dhe pasurohet gradualisht gjatë gjysmës së parë të shekullit 20 dhe ku futen edhe këngë patriotike, futen këngë sentimentale, domethënë ka një seri fazash, ka një seri stilesh edhe nën gjinish që i qëndrojnë brenda këngës së qytetit Korçës. Po vetë qytetaria dhe kultura urbane, si ka ndikuar në zhvillimin e serenatës? Se dhe ajo ka evoluar. Nuk mendoj se do të kishte këngë korçare në qoftë se nuk do të kishte qytetari korçare, domethënë kjo ka qenë e lidhur vazhdimisht, por më duhet të theksoj edhe faktin që rreth e rrotull qytetit ka pasur disa fshatra, siç është për shembull Drenova apo Çishti, të cilat edhe të tjerë që tani nuk po më vinë në mend, të cilët gjithashtu e kanë praktikuar këtë lloj kënge. Domethënë ne kemi kaluar nga ajo faza e të kënduarit shumë zërësh në polifoninë me ISO tek faza e të kënduarit po shumë zërësh të këngës korçare. Dhe ky është një fenomen jashtëzakonisht interesant për mendimin tim, që tregon se si, po themi, e gjithë zona, jo vetëm qyteti specifikisht, u urbanizua. Pra, u futën element të tjerë, u bashkuan me elementet vendas, edhe u krijua kjo që ishte dhe që njohim sot kënga korçare ose repertoret e ndryshme. Dhe pastaj ajo mori jetën e vet, bëri jetën e vet për gjatë gjithë shekullit të 20 dhe tani jemi pak a shumë në shekullin e 21, kështu që na ka shoqëruar gjithmonë. Mikaela, do të pyes ashtu sikur se e pyeta dhe profesori Josifin, mendon që sigurisht rikthimi i këtyre festivaleve nuk bën bashk vetëm qytetarët edhe turistët, po duket sikur është një thirrje për ta kthyer serenatën tashmë, ka ardhur momenti në një institucion. Unë mendoj që ajo ka nevojë për një, po themi, trajtim më të kujdesshëm në drejtim të cilësisë së performancave, në drejtim të zërimit,
Do me thënë, sepse qyteti ka grupe, ka njerëz që e praktikojnë, që janë të talentuar, qofshin këta në rafshin, po themi, të amatorëve të serenadës dhe të këngës korçare, qofshin dhe ata profesionistë. Duhet që në formatet, sidomos në formatet skenike, të ketë një kujdes më të madh sa i takon zërit. Do me thënë, ky është një nga problemet që unë e shikoj deri diku edhe të domosdoshëm për të rregulluar. Nga të gjitha ato çka kam ndjekur përgjithsisht, do me thënë, sfida më e madhe është që ne gjithë ata që i organizojnë të kenë një kujdes shumë herë më të madh sa i takon zërimit. Pra përcjelljes së këtij repertori ashtu siç duhet në skenë. Miela, unë të falenderoj shumë që gjetë kohën dhe na u bashkove dhe që ndave këto mendime me vlerë për gjithë teleshikuesit. Të urojmë punë të mbar në punën tënde studimore. Faleminderit. Faleminderit, gjithë mirat. Faleminderit. Ishte me ne në lidhje të drejtë për drejtë muzikologja Mikaela Minga. Mirë, ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë të këtij emisioni duke falenderuar përzemësisht profesor Josif Mingën, i cili ka ndarë me ne mendimet e tij me vlerë për serenatën, por jo vetëm, por edhe për këtë edicion të dytë të këtij festivali që besojmë dhe shpresojmë se do të vazhdojë. Të njëjtën gjë, të njëjtin urim kam dhe unë, por si thuash, le të punojmë së bashku, edhe ju me publicitetin tuaj, po dhe ne me qytetarin tonë, që ky komunikim të jetë i përvitshëm, që si thuash të risjell dhe të na sjell përsëri aromën e qytetit tonë, pavarësisht nga koha që ka kaluar. Unë jam e bindur që do të vazhdoni të kërkoni e të ulumtoni serenatat të tjera që nuk do të qëndrojnë në pluhur. Patjetër. Të urojmë shumë suksese në punën tuaj, faleminderit dhe juve, faleminderit dhe për emisionin. Mirë, ne do të ndërpresim për pak momente, do të vazhdojmë të sjellim atmosferën e këtij festivali për të pritur të tjerë miq në pak nga të gjitha. Kemi kaluar tani në pjesën e dytë të kësaj bisede, ku natyrisht nuk ishin se si të mungonin protagonistët e një festivali që është rikthyer në edicionin e tij të dytë. Ne përmendëm bashkë me profesor Josifin, pjesëmarrësit në këtë edicion të dytë dhe në pamundësi për t'i pasur të gjithë të ftuar në studio, unë kam patur mundësi të komunikoj me dy prej tyre, të cilët absolutisht përfaqësojnë jo vetëm grupin në cilën bëjmë pjesë, po natyrisht e gjithë serenatistët, gjithë ata që e duan serenatën, që e duan atë melodi që prek zemrat dhe telat e të gjithëve. Jorgjita Lalazi është një emër shumë i njohur në qytetin e Korçës. Ajo është një këngëtare që e duan të gjithë në qytet. Ka një përvojë shumë të gjatë në faktin që e këndon, e do, e dashuron serenatën. Ndërsa Kostika Zdruli është një djalë i ri që duket se pasionin e tij e ka të trashëguar herët nga familjarët e tij. Për këto dhe për shumë tjera do të flasim në këtë pjesë të dytë të kësaj bisede. Dhe dua t'ju uroj mirëseardhjen. Jorgjita, faleminderit që pranove ftesën. Unë e di që ti je angazhuar shpeshherë, sigurisht edhe orë të gjata të këndimit krijojnë edhe atë lodhjen, po ke pranuar të ndash emocionet e këtij festivali që sapo ka mbyllur siparin e tij. Faleminderit Kostika që na u bashkove për të ndarë emocionet e këtij festivali. Si shkoi? Jorgjita, ky vit mirë shkovi. Një festival i bukur. Faleminderit dhe ju. Këtë ftesë. Sa e rëndësishme është të rikthesh në një festival serenatash? Shumë e rëndësishme. Se ka bërë bashkë shumë e rëndësishme. Këngëtar, miq, shok, se jeni dhe miq në të njëjtën kohë. Patjetër. E kisha ëndër këtë rikthim të serenatës korçare. Dhe ëndra ime u realizua si Jorgjeta për të kënduar serenatën. Se e kemi kënduar në përshpit, por në përskena, jo, është ajo fjala që ishte e koha që nuk të linin të këndojnë. Është e kuptoj. Po ndërkohë ka qenë një zgjedhje e organizatorëve për ta realizuar festivalin në hapësira dhe mjedise të ndryshme. Po.
I falenderojmë edhe ata. Bashkina, Samiran. Ndikon kjo zgjedhja e hapësirës dhe mjedisit tek gjendja emocionale e një këngëtari? Po. Pse? Pse ndikon? Po si në rrugë, në skenë, unë them që është një lloj. Është njësoj. Edhe në shtëpi, nëse e dashuron serenatën, është e njëjta gjë. Dhe në një ambient fare të vogël ose në një provë, emocioni vazhdon. Emocioni të shoqëron kudo. Po. Jorgjet, sigurisht ti nuk këndon vetëm, sepse ke edhe bandën ku bën pjesë. Ne diskutuam profesor Josifin që kjo është një zgjedhje shumë e bukur e gjithë atyre që e duan serenatën për të qëndruar në ato grupimet e vogla tuajet. Si u bë përzgjedhja e këngëve? Ishte e përcaktuar nga organizatorët apo dhe ju diskutuat? Ishte në dëshirën tona. Në dëshirën tuaj. Gjithmonë këngët e vjetra korçare që ne i dim pak më mirë. Dhe më bëhet qefi që... Çfarë këngë përzgjodhi grupi juaj? 8 këngë. E para këngë e Mjellaq Andreas, Lulet në dritare. Lulet në dritare, është një këngë që këndohet dhe duan të gjithë. E kënduar nga Strik Belli me zërin e bukur e ti, të tit e kristalt. Dhe ishte rasti mi mirë për ta kujtuar dhe për ta mos e harruar as edhe një herë. I mungoj këti festival. Kënga tjetër, Varsën e kuqe, kisha dhe një këngë, jo që e kam bërruar, të pa dëgjuar. Kur mos dashuro. Dhe kalojmë në këngët e tjera, Sofatin, të Abbas Hajros dhe të Alek Oskalit, Brengën të Koçouçit, tekst muzikë. Dhe pranë Jorgjetës është një djalë i ri i cili duke që e ka të trashëguar në familjen e vet pasionin dhe dashurinë e madhe për serenatën. Kostika Zdruli, Kostika është një djalë i ri që, siç thotë Jorgjeta, këndon edhe shumë bukur dhe gjithmonë e kemi parë me instrumentin që e shoqëron. Po unë kam marrë shkas nga një shkrim i shkurtër, por shumë domethënës në faqen e Dardarve, ku ai me krenari vazhdon të prenojë dhe thotë që unë jam Zdrul, sepse në familjen time ka 4 breza që këndojnë, e duan serenatën fort, kanë përfunduar studimet pikërisht për muzikë, edhe duket që kjo atmosferë ty të ka shoqëruar dhe ka kthyer serenatën në një dashuri më vete. Po, është vërtet. Faleminderit për fjalët. Sa ka ndikuar, si e brymosur me këtë dashurinë e serenatës? Po, le të themi që në fëmijëria mëkuar me këtë lloj dashurie, e para me krenarin dhe dashurin për muzikën, unë trashëgoj emrin e gjyshit tim Koci Zdruli, po edhe 2 vëllezrit e ti, Vasili dhe Gaçoja, luanin instrumenta dhe këndonin së bashku me motrën e tyre Marien, edhe pasardhësit edhe të pjesëtarëve të tjerë të familjes e kanë trashëguar dashurinë për muzikën, 2 fëmijët e Gaços, i cili ishte baritoni i teatrit operas, përfunduan studimet për muzikë për bariton, djali dhe vajza për violonçel. Djali motrës Maries është njëkohësisht edhe nipi i Konstantin Trakos, një personalitet i njohur i muzikës, ai mbaroi konservatorin për piano. Gjyshi im është ai që e përçoi me kujtime që na la, e përçoi më shumë atë ngrohtësinë në jetën që kaloi në dardh, me dashurinë që u fali brezave për muzikën. Fatkeqësisht unë nuk e kam njohur personalisht, sepse kishte ndruar rit kur linda unë, por nëpërmjet shënimeve të tij, blloqeve me këngë, incizimeve që ne fatmirësisht kemi pasur një magnetofon dhe ai ka regjistruar shumë kujtime me shoqërinë e tij, fotografit pafund dhe fatmirësisht shumë nga brezat që ai njohën atë, mund të them në 10 vjeçar ose qoftë edhe mund të kenë qenë 40 vjet më të vegjël, ruajnë kujtime shumë të pafundme dhe këto më bën që të ndihem krenar edhe ta ndjek këtë rrugë. Më pas, Kostika, ti vazhdimisht i dëgjon këngët dhe zërin e tij? Ka qenë një periudhë, sidomos kur isha i vogël, që mund ta dëgjoja sidomos një kaset mund ta dëgjoja për ditë. Çdo ditë. Cila është kënga që ty të pëlqen më shumë? Nga këngët që më pëlqen më shumë është Malli i Vjeshtorit,
është një Malli këngë që Vjeshtarit. nga pak veta e kam dëgjuar të këndohet. Vetë ke tentuar me bandën ta këndoni? Jo, në fakt sepse ka një karakter tjetër. Poesia është marrë nga Lazgush Poradeci. Muzikën nuk e di kush e ka krijuar, por unë kujtoj në një bisedë me të ndjerin Xhaxhi Gjergji Peleshin dhe ai tha unë e di këtë këngë. Kështu që kanë qenë pak veta që kanë. Po. Kanë nga ato serenatat, nga ato që profesori Josifi theksoi pak më parë, ato librat e vjetër, si ato librat e vjetër që duhet me kujdes t'i shkundesh nga pluri për të mos e haruar, Ndërkohë Kostika dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe nga kaq pak sa narfeve që gjithë kjo atmosferë ka shoqëruar qysh i vogël dhe i rritur. I rritur me këtë dashuri, i rritur me zërin e tij, i rritur me këto këngë. Unë doja të shtoj diçka që gjyshi im ishte mbledhës i folklorit, dhe është botuar edhe libri me folklor nga Defolli i Sipërm. Ai në të njëjtën mënyrë siç dokumentoi shumë nga këngët e Devollit të Sipërm, në të njëjtën mënyrë ruajti edhe shumë këngët të rinisë së tij që janë në rrymën e serenatës. I gjithë pasioni, mënyra se si kishte punuar, trashëgimia që la, mua më ngjalli një dëshirë çfarë mund të bëj unë për serenatën. Edhe kur isha student në vitin e parë universitet, në një bisedë me pedagogen time, Anila Maxhen, ajo tha, po shumë bukur, tha ti po studion letërsi, ne mund të nisim që tani një punim diplome. Unë isha në vit parë dhe kam filluar të mbledh materialin, sistemova çfarë kishim në shtëpi. Kjo më dha një mundësi për të njohur shumë serenatistë të tjerë, të brezave të ndryshëm. Kështu që në mision serenata pastaj. Po, jam përpjekur të shfrytëzoj çfarë ka qenë e regjistruar, çfarë ka qenë e shkruar në për fletorka, bloqe, cilët janë personat që kanë qenë gjallë dhe fatmirësisht një pjesë e tyre i kemi gjallë. Kjo më bëri që të hyj më thellë dhe ne realizuam me sukses një temë diplome, kënga karakteristike koçare, vlerat etnolingvistike të saj. Dhe besoj të gjitha këto ulëmtimet i ndan edhe me pjesëtarët e grupit tonë. Patjetër që ne i ndajmë. Do t'i përshëndesim. Po, përshëndesim Ilia Dokon, Apostol Cacën edhe vajzën tonë Xhoxha Xhixhën. E keni xhevaira të vajzë. Po, patjetër. Ne jemi kompletuar në një mënyrë shumë të mirë. Dakordsoheni gjithmonë për shembull kur bashkoheni se çfarë do të këndoni. Patjetër që ne nisemi jo thjesht për të mirën e punës, po për pasionin që ndajmë, sepse të gjithë kemi profesione të ndryshme, po kur mblidhemi për pasionin, duam që të bëjmë më të mirën, për pasionin, edhe për punën, edhe për paraqitjen më gjerë në kur na thrasin aktivitete të ndryshme. Si bët përzgjedhjen e këngëve për në edicionin e 2 të këtij festivali? Përzgjedhja jonë u bë që për të ruajtur një lloj balance në disa boshte. Së pari për të krijuar një atmosferë, sepse ishim në skenë dhe ishim përpara publikut, për të qenë dhe tërheqëse, po nga ana tjetër për të qenë më të plotë në tematikën e këngëve, në natyrën që kanë, sepse kemi këngë të natyrave të ndryshme, të periudhave të ndryshme, për të ngjallur edhe interesin, sepse publiku nganjëherë do dhe atë që ka dëgjuar. Po nuk donim që publikun, si të thua, ta ushqinin vetëm me atë që ka dëgjuar, po edhe për diçka tjetër që nuk është të dëgjuar. U përpoqim që të mos ishim gjithmonë vetëm këngë ritmike, po nga ana tjetër serenata nuk është vetëm ritëm. Jo. Mbi të gjitha ndjenjat përçohen më mirë në muzikën e qetë. Dhe u përpoqim që të ishim sa më i plotë, të kishim sa më shumë ngjyra në programin tonë. Jurgjita, sa e rëndësishme është që të qëndrosh shumë afër origjinales. Ne diskutuam dhe pak më parë që sigurisht koha kërkon edhe një lloj rifreskimi të këtyre këngëve, po ju, duke qenë ballë për ballë me publikun, si e ndjeni këtë? Unë jam gjithmonë koha, bën të veten gjithmonë dhe nuk kundërshtoj për asnjë gjë, por gjithmonë Jurgjitës i kërkojnë origjinalitetin. Ato që mua babai tim ka mësuar. Dhe të rinjtë do kalojnë çik më shumë, që kam djemë të emi të bandës, se bashkoheni. Kam rinin pranë,
edhe akustikën. Edhe shumë e bukur kjo ndërthurja. Shumë. Ata mundojnë që Ju hulum, Jorgjeta thotë, shkëmbeni mendime me njëri tjetrin edhe ka kjo të është. tjera, nxirri ato të sëndyqeve me thonë, edhe po presin me... Do thotë që ke akoma në sëndyk. Kam shumë. Më përmendë pak më parë babai, në fakt edhe Jorgjeta vjen nga një familje ku është dashur kënga, edhe nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Gjithë këta këngëtar pa diskutim që janë rritur me këtë lloj atmosfere. Për shembull, çfarë mban mend një këngë që babai e këndonte shpesh? Po të gjitha i këndonim neve, për shembull, atmosfera ishte në mes të javës. Fundin e javës mblidheshin shokët e babait. Me gratë e tyre, ne fëmijët atje, dhe se cili nxirrte zërin e vet. Dhe unë Ju ishe spektator të vegjël? Jo, nuk qem spektator. Komplet familja time, që nga 5 motrat që ishim dhe Koçua, Koçola Lazi, i cili s'ka reshtur se kënduari, së nxjerri ato serenatat e mykura. Më falë Jorgjeta, unë dhe të ndaje kujtimin se edhe Koçën e kam shumë mik. Po, e di. Dhe mbaj mend që me aq pak akorde që luan Koçoja dhe me zërin e tij, mua më duke kisha përballë sikur kisha një artist të madh, me aktrimin, me ngjyrat e zërit, me ato thotë ti e mbulonte dhe i kënaqte njerëzit në një mënyrë shumë të veçantë. Unë kam shumë kujtime me Koçën. Po. Ma ke thënë dhe këtë. Po. Dhe vazhdojmë. Atje ishim të 5 motrat, se cila kishte, mund të them, një kor rus. Krijoheshin në familje, plus shokët. Mund t'i them dhe shokët e babait, ata të vjetrit. Lasko, Elmasi, Koci, Mavro, do t'i them kështu me epitete sepse kështu njihen në qytet, Nasi Kondili, Vasilika Lalazi, e cila ka bërë këngën sikur ta donte zëmbra jote. E shumë të tjerë, por kjo që ka qenë atmosfera që ne mblidheshim në shtëpi çdo javë. Jorgjeta, cili është teksti më i bukur që ti ke dëgjuar në një këngë? Po këtë ndaj unë tani Brengën të Koço Uçit, Sofatin, këto të tjerat, të Loni të Jatit të Klaudetës, Llogorit. Lule bukur por si dielli. Edhe këto të rejat që unë akoma si kam gjerë, të Seninit që i këndoj. Është e vështirë ti veçosh tekste këngëtarëve të serenatës, të gjitha i duan, të gjitha. Po qartë të themë dhe nga Tirana që na vinë, më thonë, Jorgjit, kë kemi ardhur të dëgjojmë këngë serenate. Kam të preferuara kështu të veçante që i kërkojnë? Shumë. Dhe të rinjtë të Korçare, gjithmonë presin që unë ose ta vidhin këngën në përmjet këngëve të mia, ose më thonë që kur do na japësh atë fletoren ti. Që ke vështirë t'ja marrësh Jorgjetës fletoren. Por unë do bëjt recitalin tim dhe atje mund t'i dëgjojnë fare mirë ato. Kjo është një temë tjetër bisede, pastaj se kur do të vi. Kostika, ndonjë tekst të bukur, të veçantë, që ndoshta edhe turistët kur vinë ua kërkojnë vazhdimisht në një këngë? Turistët në përgjithësi kërkojnë në këngët më të njohura. Dhe ka shumë raste, mënyrën se si kemi bërë atë përzgjedhjen, kur i pyesim, ka shumë nga ata që thonë, jeni shumë mirë, vazhdoni me këngët që nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë. Sa bukur kjo. Dhe aty ndihen më komod, sepse ka turistë që vinë për të dëgjuar, ka edhe turistët të tjerë që vinë për kërcyer. Tani, kur kemi ata turistët që ne i kemi dëgjues, ne na duket vetja që jemi në panel, dhe po na dëgjojnë me vëmendje dhe thonë, vazhdoni se gjithçka që po bëni është e mrekullueshme. Dhe nuk është fare normale që ju t'i bashkoheshit një festivalit të tillë, po i rikthejmë përsëri mjedisit dhe atmosferës aty. Si e ndjet këtë vit përballjen e drejt për drejt me publikun? Çfarë ndjet? Kënaqësia ishte që sërish se i ke përballë, shikon edhe si reagojnë sytë e tyre. Në dallim nga viti që shkoi, pjesëmarrja e publikut ishte më e pakët për shkak të vendit, natyrës. Të radhiste më masive dhe sigurisht që aty nga skena shikon edhe reagimet të publikut të thjesht, të miqve, të kushërinjve, të artistëve më profesionistë, të personaliteteve. Ishte
edhe vit kishte një atmosferë familjare, po edhe këtë vit atmosfera ishte më e plotësuar. Me këndshme. Po, sepse Serenata është e qytetit, dhe normalisht qytet kishte më tepër. Jurgjeta, ju e ndjet këtë bashkë me pjesëtarët e tjerë? Patjetër. Kemi folur edhe për në skenat e vogla, në për tavernat, në për ambientet që çunat këndojnë sot, në për bashta, në për edhe në skenat e vogla, por edhe skena e madhe është. Tani Jurgjeta, duhet ta pranojmë që sot nuk është se kemi të rinj që shkojnë papritur me një kitar poshtë një dritare dhe i këndojnë një vajzë. Kjo nuk është se ndodh shpesh, po kur vjen puna për festivale të tilla, këndojmë në thonjza pa dorashka, aty në rrugica, në këmbë, edhe gjithë mjedisit favorizon. Unë them që të rinjt e kanë dëshirën për të dalën në sokaket e rrugicat. Po këtë nuk e shohim. Por, ndoshta kanë atë turpin, ndërsa në ambiente, në për bashta të bukura, në për etashe dhe njëra, e bëjnë. Kostika, çfarë është melodia e një kitare për një serenatist si ti, që je ende shmirin mosh? Po, në një bisedë të shkurtër që kam bërë një herë me Tomi Kondakciun, dhe unë po thoja atë bërë fjalë vitën përpara. Kam rreth 15 vjeç që luaj në kitar, si sot. Dhe më tha, besoj se të është bërë shok i ngushtë. Dhe ishte e vërtet, si tu është. Kjo gjë, e kanë thënë shumë kohë përpara që kitara është pjana e fukarajt, është simboli Korçës. Është ajo që mua, si tu është, më ka hapur një dritare për të njohur më mirë kulturën e qytetit, për të bërë pjesë me miqtë e mi, me grupin që kemi. Kjo ka qenë një mënyrë e mirë për të pasur një aset tjetër në kulturën time, sepse duke njohur Ilian edhe Apostolin, unë kam ndërtuar përsëri 2 boshte. Ne kemi bërë një pakt që kënga është kjo, ata kanë pasur mundësinë t'i mësojnë ose nga krijuesit, ose kanë qenë vetë krijues, ose i kanë dëgjuar nga më të hershëm. Nga ana tjetër, ne do ta bëjmë të dëgjueshme për publikun, pra mos i thjesht me një kitar të dallojmë nga pikniku, por ta përçojmë në mënyrën më të mirë të dëgjueshme dhe brenda origjinales. Jurgjeta, kemi ne të rinj të talentuar, instrumentistë të talentuar se ti punon vazhdimisht me ta? Po, kemi. I kam këtu me vetë. Që do t'i njohim pak më vonë? Po. Kristi Sherkon, edhe me Kostikën kanë punuar. Kalojnë vite, disa largohen, disa vinë. Giulio Moravën. Ka qyteti ynë instrumentist, do ta mbajmë në gjallë serenatën me Besoj se po, janë shumë të vëmendshëm, si punë e Kostikës, shumë të vëmendshëm. Pranojnë pak këshillat tuaja? I pranojnë shumë dhe janë shumë, domethënë për ata unë jam një idhull. Kështu më quajnë. Ti je, do mësojmë nga ty. Dhe presin të mësojnë akoma. Presin. Them si ai zogu. Janë një brez që të lë pa fjalë kështu, siç e thoni ju, që nëse ju dëgjojnë, pranojnë këshillat tuaja, ndani së bashku mendime. Po, shumë. Bile me tani kur para se të vinim, pranuan të bënim një provë, edhe më thanë, Jurgjeta, unë mendoj këtë dhe unë nuk ja prish asnjëherë. Kam të djalin e Ilia Tasellarit, i cili po punon, po merr këmbën gjurmët e teatrit. Po, një djalë shumë i talentuar. Një djalë shumë i talentuar dhe unë nuk e ndaj. Jo vetëm të teatrit, po të gjyshit së pari. Po, patjetër, Nesti dhe Pandi që janë të pa diskutueshëm. Propozojnë ata ndonjë futje në ndonjë elementi modern në serenat? Po. Si dakordsoheni për këtë? Unë nuk ndajem nga zëri, sepse jam një femër atje dhe këngët moderne të tashishmit, unë i këndoj me çunat. I këndoj dhe i lejoj të këndojnë. Jo i lejoj unë, po i lejoj dhe koha atje tek taverna ku ne këndojmë te Hani Pazarit, i kërkojnë gjitha. Në me thënë, mua nuk më ndajnë as nga kënga e re, as nga kënga e vjetër. Dhe unë kemi bashkëpunim, kemi simfoni, dhe gjithmonë bëjmë më të mirë. Kostika, këngët e hershme të kënduara nga gjyshi apo nga pjesëtarët e tjerë të familjes apo nga miqtë e tyre, mendoni se në këtë kohë po diskutojmë me Jurgjetën, ka nevojë për elemente që mund të ndryshojnë? Sa mund ta prekim në një këngë serenate?
Unë mendoj që nuk duhem prekur, unë mendoj që ka një lloj delikatese si një veshje popullore që është prej shajaku, po e futen lavatrice, u prish. Do mbushet. Dhe në të njëjtën mënyrë, nëse ne ishim shumë, nëse ne fillojmë ta cënojmë historinë, kur është krijuar kënga me elemente që ka, nuk mund t'i këndojë një këngë serenat një vajze duke i futur nuanca roku. Që ndërkohë ne e dim serenata ose këngër koçare, siç tha pak më përpara Mikaela, kanë pasur shumë krijues dhe krijuesit kanë krijuar në kontekstin ku janë ndodhur. Dhe normalisht kemi shumë stile, kemi shumë rryma, kemi shumë natyra. Tani nëse ne i futim element të natyrës moderne, atëherë nuk është serenat, është një këngë e re. Prandaj thash që ne si grup kemi bërë një marrëveshje. Kënga është kjo dhe ne do ta vendosim që ta bëjmë të dëgjueshme për publikun, por që të jetë edhe origjinale nga ana tjetër. Duke ruajtur dhe natyrën me shoqërimin e instrumentave që i pranon serenata, kitarën, mandolinën, Sarmonik. Ne kemi pasur dhe fizarmonik më përpara, sigurisht duke kanalizuar në ato shina që e pranon serenata. Dhe mendoj që të ngelet të ketë një lloj konservimi dhe gjëra të ngelen të ngrira, sepse çfarë do t'u tregojmë brezave më pas. Jorgjeta tha shumë bukur që brezat kanë interes, por atë që do thoja unë më tepër se të kishin interes të mësonin këngët, më tepër doja që të visnin më tepër, jo nga mua, po nga Jorgjeta, nga Tomi Kondakciu, nga Ilia Doko, pse po them? Sepse këta persona që përmenda, nga Nasi Kondili, nga Apostoli, apo nga Spanja, për një arsye, sepse këta janë brumosur me atë lloj konteksti, dhe unë shikoj shpesh Ilia thot, nuk shkon kjo gjë, do shkoj kjo sepse është stili mandolinat, ne nuk jemi, ky jemi bend dhe kjo gjë shkon. Nga ana tjetër, një mjet stilistik që përdor Jorgjeta për të kënduar këngën i shkon, një mjet tjetër nuk i shkon. Dhe këtu e mbajnë gjallë. Dhe familja Suloti. Patjetër. Kemi shumë familje që nuk dua dhe nga këta persona që janë fatmirësisht që janë ende aktiv, janë ende unë mund t'i quaj moshe re, unë punoj me të moshuar dhe nuk i quaj moshe mesme apo moshe thyer. Për mua moshe thyer është shumë larg për këta. Mendoj që duhet të mësojnë më tepër. Jorgjeta, kemi ne mjaftueshëm të rinj që do vazhdojnë rrugën e brezave? Kemi. Flas shumë janë mjaftueshëm. Me siguri e flas këtë. Nuk kam fjalë, më kanë lënë pa fjalë. Ti vëzhgon se largu dhe mendon që kemi. Dhe më bëhet qefi dhe ju them bravo. Më pëlqen kjo gjë, pra që të rinj të paktën në Korçë i kemi të pajisur me një lloj kulture serenatash. Dhe nga që më bëhet qefi shumë them, do ta fal fletore. Kështu. Por me Kostika kam kënduar. Po, ne kemi kënduar, kemi ndarë. Cili është dueti më i bukur për shkakun që keni ndarë ju të dy? Kemi kënduar Moje bukur amoren. Lulu. Kemi kënduar të parët, them, në Korçë, apo ja? Po. Më përgjigjesh e kaq bukur dhe në kënga Shkondrane, mbeta gjithë ditën njëve, banim një duet që mbeteshim pa gojë. Këta janë këngë qytetare, flas për serenatën korçare. Ka kënduar dhe me Koçër mirë, që nuk i dalë përpara do të Koçës. Atmosfera Jorgjeta e ndjeni ju përpara publikut, është më e këndshme në grup, kur ju e sillni bashk, apo në mënyrë individuale? Në grup. Duet, trio, kuartet edhe grupi. Është më e pranueshme me dashur për publikun. Desha ta thesha dhe këtë, që, siç e tha dhe Kostika, kitara, mandolina, fisarmonika. Edhe mandolina, po. Fisarmonika është instrument universal që përshtatet lehtë në formacionet. Dhe desha ta thesha këtë, që ka shumë këngë me piacere. Dhe kjo është serenata për mua. Ne, kur jemi aty që punojmë në restorant, shpesh na thonë duam ritëm. Dhe ne, jemi band që duhet të krijojmë dhe atmosferë, ase po bëjmë një këngë të muzikës së lehtë. Sepse ka disa këngë korçare, po i përmbajmë këtij termi, që janë ritmike. Në rregull, një këngë ritmike mund të kërcej, po nuk mund të marrim në një këngë të qetë, ta kthejmë ritmike, që ta kemi për atmosferë. E kuptoj. Pra, duhet kjo është ajo që po thamë Kostikën ruajtë origjinalitetin.
qose a shumë pasaj, koha bën të vetën, por të thash edhe njerë që ka shumë të rinj dhe mua në gojën time ta këndoj ndryshe, mund të marrë një Është një zero. çike vështirë. Një Është zero. një çike vështirë. Unë doja të thoja në lidhje me atë që tha si është më mirë në grup apo tek, sigurisht që ne na ka ardhur e kënduar në grup. Shumë merë kur dëgjojmë, unë flas përsëri për shokët ti, mo kem kënduar me filani, këngën e ka bërë filani, dhe besoj që profesor Josifi e ka cituar shumë më mirë se unë, që këto këngë kanë lindur në grupet e vogla që vazhdojnë në Korçë, nga Brezi Orgjeci që thonë pareja tonë. Pare është fjalë greke që do thotë grupi i vogël dhe këtu në këto grupe këndoheshe dhe një nga grupet në themi më të strukturuar, më të konsoliduar, kemi grupin Trëndafili Kuq, që kanë pasur jo vetëm repertorin e tyre, po kanë pasur rregulloren e tyre, kanë pasur prisin e tyre, le të themi Ligoraqanën, dhe pastaj të gjithë Gjergji Peleshi, Thanas Konili, Sotira Qabeshi, Kiço Sholla. Po, të gjithë këta kanë qenë një shoqëri shumë e mirë dhe kanë shprehur shumë bukur. Ishin fëmijë, luani me top, lam topin, morëm kitarën. Vangjur Saroja, Qiringjintë, këngë që kanë kënduar me Abazin, në përshpit e tyre. Qartë të them, unë kam shumë plot. E ndjeni veten vlerësuar që jeni bërë pjesë e këtyre festivaleve? Po. Besoj kjo do t'ju mbaj akoma më tepër gjallë. Po është një lloj vlerësimi që do të thënë na shikojnë që jemi këtu dhe jo thjesht na lënë për turistët, po okay. Është vlerësim, është një lloj shërbimi që i bëjmë qytetit. Po. Kostika, unë të uroj shumë suksese, të falenderoj shumë edhe nga ato që ka dëgjova, më lindin gjithmonë ide që ne kemi dhe gjëra të tjera për të ndarë së bashku, sepse duke që familja Zdruli ka një trashëgimi të bukur muzikore. Jo gjithashtu të uroj shumë suksese, po nuk do ndajemi se do të ftojmë tani çunat që ta shijojmë një këngë për gjithë publikun, megjithëse ju është dhënë mundësia për 3 net për të shijuar këngë të serenatës, po natyrisht sot do ta përsërim nëpërmjet ekranit tonë. Dhe natyrisht që bashkë me Orgjetën ne shumë shpejt do të takohemi në një format tjetër televiziv, se do të ndajmë nëpërmjet një galerie fotosh një rrëfim krejtësisht tjetër që ka të bëjë vetëm me Orgjetën dhe këngën. Tani do të presim çunat në studio për të shijuar këngën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të bleva një varse të kuqe si zjarë. Pak ditë më parë mu fejove, po s'muta që të tavarë. Të bleva një varse të kuqe si zjarë. Pak ditë më parë mu fejove, por s'munda që të tavarë. Pra bite shi, afro ju e dashur ti. Pra bite shi, afro ju voglushe ti. Kujtimi që mua ma ke falu, do t'harruaj me xhelozi, se atë ti mua ma ke falu, unë të dishim fëmijë. Kujtimi që mua ma ke falu, do t'harruaj me xhelozi, se atë ti mua ma ke falu, unë të dishim fëmijë. Pra bite shi,
afroju voglushe ti, pra viteshi, afroju e dashur ti. I mieri këshisja në baltën dhe dimbrit plotësi, të thira u ty fort trembe, po pse se kleve kokën ti. I mieri rëshisja në baltë dhe dimbrit plotësi, të thira u ty fort trembe, po pse se kleve kokën ti. Pra viteshi, afroju e dashur ti, pra viteshi, afroju voglushe ti. Të pashës një natë në ëndër, kujtova se viteshi, të thira u ty prap me emre, po prap se kleve kokën ti. Të pashë një natë në ëndër, kujtova se binte e shi, të thira unë ty prap me ebe, po prap se ktheve kokën ti. Pra viteshi, afroju voglushe ti, pra vite bo, të prisja me qadër në dorë, të prisja me qadër në dorë, të prisja me qadër në dorë. Dhe me këtë atmosferë të jashtëzakonshme që është krijuar sot në pak nga të gjitha, në fakt e kemi filluar këtë puntat me kitarën, telat e së cilës prekin telat e zemrës së gjithkujt. Ndaj dua t'i falenderoj për këtë atmosferë të jashtëzakonshme me cilën mbyllëm sot emisionin, Jorgjetën, faleminderit Kostika, faleminderit Kristi, faleminderit Giulia. Ju uroj shumë suksese. Këta janë serenatistët e ardhshëm që do të mbajnë gjallë serenatën në qytetin e Korçës, ndaj unë ju uroj me gjithë zemër dhe në emër të gjithë teleshikuesve shumë suksese. Faleminderit që na u bashkuat në pak nga të gjitha. Ju mirpresim të ndajmë të tjera emocione në ekranin ton. Natën e mirë, do të rishihemi të njëjtën e ardhshme.